Kryeministri i vendit Albin Kurti ka thënë se mbështetja e qeverisë do të jetë e padiskutueshme ndaj forcës së sigurisë së Kosovës dhe se Kosova së shpejti do të ketë edhe helikopteret Black Hawk. Kurti gjatë fjalës së tij në ceremoninë e certifikimit të 344 rekrutëve të FSK-s tha se gjatë mandatit 4 vjeçar kanë ndryshuar numrin e ushtarëve të rinj, si dhe kanë investuar në armatim luftarak. Mbështetja jonë do të jetë vazhdimsi e mbështetjes 4 vjeçare që kemi bërë deri tani. Por gjatë këtij mandati kemi ndryshuar numrin e ushtarëve, kemi rekrutuar 2315 ushtarë të rinj, të cilëve do të shtohen edhe 390 ushtarë të tjerë në muajt e ardhshëm. Në total, 2705 ushtarë kemi investuar në armatim në vlerën prej 319 milionësh, duke blerë dronët luftarak Bayraktar, sistemin raketor antitank dhe së shpejti do të kemi edhe helikopteret Black Hawk, skifterët e zinj. Në inventarin e ushtrisë, kemi vendosur themelimin e industrisë së mbrojtjes, me fabrikën që për prodhimin e municioneve Made in Kosova, e të gjitha këto sipas standardeve të vendeve të NATO-s, tha ai. Kurti gjithashtu shpreh se rekrutët gjatë 9 javëve të stërvitjes kanë treguar përkushtim. Ai po ashtu tha se diplomimi i rekrutëve është shumë i veçantë për faktin se ndodh pikërisht në muajin e lavdisë kombëtare. Muaji mars nis me epopenë e UÇK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Më 5, 6 dhe 7 mars, qendresa fisnike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandanti Adem Jashari shënon kthesën historike për popullin ton në rrugën drejt lirisë. U dëshmua se kulla është më e fortë se ateu, dashuria për ateu është më e fortë se gjenocidi i Serbisë. Në nshtrimi dhe dorëzimi nuk kishte opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Kjo fitore kulmoi më 24 mars 1999, fal aleatëve tanë, ka thënë Kurti. Ai tutje tha se diplomimi i rekrutëve vjen si kapitull i ri pas lavdisë së UÇK-s dhe ndërhyrjes së NATO-s. Vjen si vazhdim i amanetit për mbrojtjen e ateut dhe kontributit për paqe, u shpreh ndër të tjera kryeministri Albin Kurti.